Stop. Në Gjermani po vjen një nga mundësitë më të mëdha për çdo që mendon për investime në pasuri të paluajtshme, dhe shumë njerëz ende nuk e dinë. Sipas planit të ri të shtetit që pritet të nisë nga korriku 2026, mund të përfitosh deri në 30.000 euro për çdo njësi banimi që krijon, pa e kthyer mbrapsht. Ideja është shumë e thjeshtë. Nëse ke një lokal të vjetër, një zyrë bosh, një kafene të mbyllur ose çdo hapësirë biznesi që nuk përdoret më, mund ta kthesh në banesë dhe shteti të jep mbështetje financiare direkte. Përfitues mund të jenë persona privat, investitor, kompani dhe shoqëri ndërtimi. Pra pothuajse kushdo që ka një objekt të përshtatshëm. Ndihma shkon deri në 30% të kostove të ndërtimit ose rinovimit, dhe maksimumi rreth 30.000 euro për çdo banesë të krijuar. Por këtu është pjesa më e rëndësishme. Fondi është i kufizuar, rreth 300 milion euro në total, që do të thotë se nuk ka për të gjithë, dhe kush lëviz herët ka avantazh të madh. Shteti po e bën këtë, sepse mungojnë banesa në shumë qytete, dhe po kërkon të kthejë hapësirat bosh në apartamente reale. Nëse ke menduar ndonjëherë për një projekt të tillë ose investim në Gjermani, kjo mund të jetë një nga mundësitë më të forta të momentit. Shkruaj KF në komente, dhe të tregoj hap pas hapi si përgatiten dokumentet dhe si funksionon procesi, që të jesh nga të parët që përfitojnë.